Pas angazhimeve të kombëtarëve, rikthehet Abisnes Superiore me javën e 30. Vllaznia do të përballet në transfert me Partizanin në një sfidë me peshë për rënditjen. Në prag të ndeshjes, mbrojtësi Andrea Jago theksoi rëndësinë e përballjes dhe besimin e skuadrës për të rikthyer te fitoria. E dim që në për një ndeshje shumë e vështirë ndaj Partizanit, një ekip me cilësi dhe objektiva të qarta këtë sezon. Është një përballje direkte dhe çdo detaj mund të bëjë diferencën. Këtë ditë kemi punuar mirë në stërvitje, kemi analizuar kundërshtarin dhe jemi fokusuar te pikat tona të forta për të përballuar sa më mirë këtë sfidë. Atmosfera në skuadër është pozitive dhe ka shumë besim mes nesh. E dim që vim pas një periudhe jo ideale, por kjo ndeshje është momenti i dur për të reaguar dhe për të rikthyer te rezultatet pozitive. Do të japim maksimumin në fushë për të marrë pikë dhe pse jo për të synuar fitoren. Respektojmë Partizanin, por nuk i trembim mbi askujt. Takimi vllaznia Partizani luhet të shtunën në orën 17.